Janë duke numëru votat, po jo zyrtarisht është diku 169 kundër shkarkimit, kështu që i bjen që dështon mosioni i shkarkimit. Janë të nevojshme të pritet deri në fund të zyrtarizohet? Jo, besoj që rreth janë numëruar gjithë ata që janë duke, si më thon, duke i nda po dhe jo, po megjithatë cili është diferenca? Sa janë kundër dhe sa për? Pak a shumë është rezultati i janarit aty dikon. Nuk e di saktë, mos më kapni për numrave, po ajo që është me rëndësi është ka dështuar mosioni i shkarkimit. Për juve çfarë do thotë kjo? Për kanë. Për juve si delegat? Si delegatun mendoj që ka qenë vendim i duhur i delegatëve të tjerë të Lidhjes Demokratike të Kosovës që të vazhdohet, sidomos në këtë fazë ka pas nevojë fare për kuvend, po megjithatë kemi hyrë në një proces. Përplasin midis zyrtarëve të Po besoj që rezultati ju ka jep gjithëve mësim, domethënë që nuk nisën procese të cilat e dëmtojnë partinë dhe besoj që do të ketë gjithë do ta gjejnë vullnetin dhe do ta gjejnë rrugën për me jep Lidhjes Demokratike të Kosovës qartësi dhe drejtim të duhur, sidomos në një kohë shumë jetike për Kosovën dhe për vend. Jo, nuk jam unë që e marrë këtë qëndrim tani këtu dhe nuk është qëndrimi i kuvendit tani për tani. Sigurisht do të ketë deklaratë publike kuvendi, pasi që ti përfundoj këto pjesët e asaj procedurës, ta tham kushtimisht zgjedhore, dhe pastaj do të njoftoni, po bisedimet janë ndërprej deri në një vendim tjetër mbetet ajo. Domethënë kjo mbetet më pa tani me deklaratën e kuvendit do të ketë qëndrim qartë, po një arsye për cilën ne kemi thënë që është në kohë të gabuar thirrja kuvendit ka qenë edhe fakti që ka pas domethënë një proces i cili jo domosdoshmërisht kemi besu që mund të përfundoj, po megjithatë ne duhet me jep më të mirën, si Lidhja Demokratike të Kosovës, si parti shtatformuese, si parti institucionaliste, ne duhet me jep më të mirën që vendi të ketë institucion. Si? Ka pasur presione për këtë rezultat? Jo, besoj që ka qenë vullnet i lirë i delegatëve. Jo, këto që ka janë shpifjen nuk më imi komentu. Faleminderit.